Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht emocionet më të bukura të çiftit Selimbo. Kam patur shumë pyetje, Tiranë çfarë po ndodh me çiftin, si është marrëdhënia e tyre, si po shkojnë gjërat. Tani çifti është familiarizuar aq shumë sa që ka përzgjedhur që brenda netëve, do të thënë që kaluan natën e mbrëmshme, ta kalojnë tek Greta dhe tek DJ Ono, që nuk kuptojmë që do të thënë Greta dhe Ono bashkëjetojnë të dy së bashku. Këtë arritëm ta kuptojmë nga fotografia që kishte hedhur Selin, duke shkruar që kalua momente të bukura te Greta, që nuk kupton, dhe Ono, që nuk kupton, do të thënë Greta dhe Ono bashkëjetojnë. Marrëdhënia e Selinës edhe Gimbos është një marrëdhënie jashtëzakonisht e bukur. Çifti ka gjetur veten, është një marrëdhënie që po dashurohen me këmbë në tokë. Do me thënë sikur personazhe publik munden edhe ta përdorin pak dashurinë e tyre, por unë e shoh që Selina është shumë e përmbajtur, nuk është se përdorën dashurinë, nuk është se përdorën ndjesi, do me thënë ajo gjën që e ka shpirtërore, që e ka në zemër, që e ka në gjak, sepse dashuria është në gjak, është në zemër, ajo po e jeton shpirtërisht dhe nuk dëshiron shumë që në fakt edhe ta ndan me publikun, sepse mendoj gjërat që sa më shumë të ndahen marrin një ehon tjetër. Më duken shumë të thjesht, më duken shumë modest, do me thënë më të thjesht se sa një njeri i rëndomt, janë shumë okej të dy së bashku, kanë botën e njëjtë, kanë këto mendimet e çmendura që të dy në formën se si bëjnë fotografit, se si qëndrojnë me njëri tjetrin. Kemi arritur ta kuptojmë që do me thënë Gimbo më së shumti qëndron në Tiranë, është pranë Selin, dhe kjo e bën marrëdhënien edhe më të fortë. Tani kam patur nga këtë pyetje Tiranë si mendon, a do të qëndron Gimbo në Tiranë apo do t'ikë në Prishtinë? Unë mendoj që Gimbo, pa marrë parasysh do me thënë si t'i vinë gjërat në jetë, nuk mund të tërhiqet edhe aq lehtë nga Prishtina, sepse në Prishtinë ka familje, në Prishtinë ka jetën, por në Tiranë ka gjysmën e zemrës së tij. Po që se Gimbo do të pozicionohet në Tiranë, unë mendoj që do të ketë më shumë mundësi të mira për të ndjekur ëndrat e tij, për të ndjekur artin që Gimbo bën dhe për të realizuar një karrierë më të mirë se sa në Kosovë. Mendoj që Tirana është një treg pak më i gjerë dhe artistët si Gimbo, Selin kanë mundësi pak më të mira për të ndërtuar ëndrat e tyre, do të thënë për të ndërtuar atë karrierën më profesionale. Por aktualisht nuk është se ka një marrëveshje mes çiftit se kush ku do jetoj, ato të dy rëndësika që janë shumë të lumtur, do me thënë po e shijojnë dashurinë e tyre, janë akoma në ato proceset e njohjes më shumë të njëri tjetrit. Unë them që një çift njihet gjatë gjithë jetës, nuk është se janë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, 7 muaj, ato që në fakt ndikojnë për njohje. Një çifti i duhet gjithë jetën për ta njohur njëri tjetrin, sepse unë mendoj që njeriu çdo ditë nxjerr karaktere, por mbi të gjitha marrëdhënia është shumë e bukur dhe gjërat po u shkojnë jashtëzakonisht mbar. Selimbo janë çifti që vërtet kanë bërë për vete të gjithë audiencën.